Nëse dikush thot e adhuroj diçka ose adhuroj këtë gjë, a mund të bëhet qafir ky njeri? S'ka lidhje, sepse në gjuhën shqipe e adhuroj vjen edhe me kuptimin admiroj. Nuk është në kuptimin që po besoj se ky është Zot. E adhuroj filan gjë me kuptimin e admiroj. Pra vjen në gjuhën shqipe edhe me këtë kuptim. Është njësoj si kur thush, nuk lejohet në gjuhën shqipe thush faleminderit. Po pse? Se i duket si ju faleminderit, i falem nderit, pa çfarë lidhje ka? S'lejohet me thonë ke kryqëzimi. Pse? Se është kryqi. Kryqëzim. Kështu që s'ka lidhje. Nuk ka lidhje. Në qoftë se ai e ka me kuptimin e adhurimit si Zot asaj gjës, është muhabet tjetër. Nëse e ka pra kuptimin ai simpatizoj, admiroj, pëlqej, e përdorin shumë. Nuk vjen asnjëherë me këtë kuptimin e adhurimit siç përdoret në ibadet. Jo gjithmonë vjen me kuptimin e ibadetit. Siç thonë arabët, tariqun ma'bud, rrugë e shkelur, ama po ta përkthesh fjalë për fjalë, rrugë e adhuruar. Po pse adhurohet? Ja, nuk kanë për qëllim që është adhuruar, me kuptimin është e shkelur, e përulur. Kështu që s'ka lidhje.